aksioni im ka qenë krejt spontan. Nëse a ditë kishë ndodhë konstituimi i kuvendit, nuk ka pas zhujtje me bezë, s'ka pas skenar tjetër, s'ka pas organizim tjetër. Kjo është një manipulim i radhës i lëvizjes vetëvendosje dhe kjo nuk është arsyeja sepse s'ka pas. Unë po marr një aksion simbolik me kushtin që ky njeri të respektoj Kushtetutën e Republikës së Kosovës. S'ka pas skenar tjetër. Tash është manipulim edhe po e shfrytëzojnë këtë manipulim për mos thirrjen e seancave. Zoti Kurti dëshiron të blej kohë, ndoshta në konferencat përshtyp që i ka ndonë edhe kreu i LDK-s, po edhe i lëvizjes vetëvendosje, është dashur të jenë transparent me publikun, sepse unë dëgjova edhe nga disa media, çka është diskutuar për 3 orë në një tavolinë nëse nuk e kanë një marrëveshje politike. Ne nuk mundem me nal LDK mos me pas një marrëveshje politike, mirë po të jenë transparent me publikun, me qytetarët, me gazetarët, me gjithë popullin. Ne s'mundem me pengu një marrëveshje LDK-VV, nëse ata i kanë premisat, nëse ata e kanë një marrëveshje të tillë, le të vinë në kuvend, ta konstituojnë kuvendit, mos të shkelin Kushtetutën, por ta zgjedhin edhe presidentin, në çështja e jone. Ta bërimi shumë mirë, elaboroi shumë mirë, për çështje që Aleanca ka qenë partia më transparente në këtë periudhë kohore, duke parashtruar 6 kushte. Edhe këto kushte kanë qenë që nuk kanë qenë në të mirë të Aleancës, kemi kërku kur gjos, kemi kërku poste ministrore, kemi kërku këto 6 kushte që janë në interes të qytetarëve të Kosovës, po edhe në interes të Kosovës. Bile une me kolege kom diskutu, ndoshta është mirë me shtu edhe një kusht që të zhbëhet ligji për shtetësinë e Kosovës, është një ligj i cili po e dëmton Kosovën. Përderisa do të ketë shkelje të kushtetuesës, sigurisht se ndoshta do të mendojmë për në një aksion opozitor dhe fare nuk krahason aksionet e opozitës me aksionet që i ka bërë lëvizja vetëvendosje për kauzat e cilat nuk kanë ekzistuar. Këto ditë, po mbjen keq burim. Këto ditë për shembull shumë mirë po thonë që kanë pas kauza. Kanë pas kauza edhe për kufirin, domethënë për marrëveshje me malin e zi, për ata 8.000 hektarët e famshëm që po i përdor lëvizja vetëvendosje, po pse nuk parashtrojnë në pyetje Shpëtim Bulliqit, që ka qenë kryetar e atij komisionit. Pse, meqense se ka ekzistuar një marrëveshje mes presidentit të Kosovës edhe të malit të zi, pse asnjëherë Albin Kurti, i cili prej asaj kohe është në qeveri, nuk e ka formuar një komision për me rishiku këtë marrëveshje.